Thuma gjermanisht. Jo, oh my god. Person që... Të mos keq kuptohem, ja kupton. Person që qa? Nuk mund me thonë atë mënyrë, a kupton? Nuk mund me thonë qëto... Aventurist, po tani aventurist unë dalë shumë, jashtë shtetit. Ajo, nuk me thonë në atë kuptimin, po s'po me thonë asë në atë kuptimin ajdun me femna, po, jo ajdun me femna, po thjeshtë, aje person që i kenë qef shumë gjeni femnore, për shembull. Rap të shpisi rrutulloj helikopter, boj. Për me? Uf, me të lidho shpres, jo aventur, po të qojnë Dubai, në tavan aty, në Dubai, në Afrikë, Meksik, Kolumbi, Okej, po aje Don Juan? Jo, Don Juan, Don Juan, jo, me femrën që kam qef ti aventuroj gjithë gjonat. Aventurist është atë Don Juan, i thëmë aventurist, Don Juan. Jo me femra, me femrën. Po. A, me femrën, okej. Do më thonë nuk je... Do më thonë një person... Kur e ke një person ofër, nuk është që të jenë për shtypje ndo një femrën tjetër, edhe nëse është ma e bukur se femrën që e ki në krah. Jo, s'ka femrën më të bukur se ajo që ka mund në krah. S'ka shans. Por, na po flasim në atë kuptimin që... Që ta është bukuria s'ka s'keja, kupton. Edhe... Ka femra më të bukura, po mendoj që shumica e mashkujve shikojnë, edhe pse e kanë femrën në krah të mirë, se bukuria s'ka s'kej, e shikojnë tjetrën që i det pak me e mirë. Do me thonë për një 5 minuta vetëm ja rëmben trunin mashku. Jo, s'ka shans. Unë prandaj them, me femrën që kam krah, nuk ka më të bukur për mua. Me femrën që kam krah është më e bukur për mua është ajo, se si nga ana karakterit, se nuk mund thush ti femra tjetër është e bukur, se ti si njeh shpirtin asaj. Nësa te që kam krah unë i njoh shpirtin. Këte që kam unë në kraj njoh shpirtin dhe prandaj them është femra më e bukur, se sa ti njoh shpirtin asaj, sa të marr bukurinë asaj, a kupton, i bie me hongër dhe i tha skripe, me lidhe, me zgjidhe, me çun dere, me çun tavane, janë shumë sene, me u prishe, me u ndreqe, janë shumë sene mas ne me thon tjetra më e bukur. Prandaj atë që kam krah unë dhe që them shpirti mi, unë prandaj flas gjithmonë për shpirtin, ajo është shpirti më i bukur. Për aventurist bëj aventura me femrin që kam, po. Aty s'kam kufi, aty bëj si të më thot mu mendja ime. Edhe është, mendoj shumë e rëndësishme kjo gjë, që të kesh femrën dhe se shumë meshkuj prandaj trahtojnë femrat. Për shkak se një mashkull për shumë gjëra thjeshta. Ja, po përmen litarët e mi. Unë i kam qef litarët. Tani e thotu, jo, kuku bre, mos. Kysh bre kuku mos? Hajde marrë këtu, kuku bre mos. Tani, a kupton, edhe femra duhet jetë pak dinake në krevat, edhe duhet jetë pak më ndryshe. Jashtë është femra serioze, te burri duhet me qenë pak lozonjare. Ashtu është. E jo kuku. Qa kuku? Kuku bon bufi atje në pemë, jo femra. Në momentin shumë njerëz, shumë meshkuj bëjnë një gabim dhe humbin durim. Në momentin që femra si plotson dëshirat atij lloji mashkulli, që ai ka ato gjërat e lezetshme në kokë, ai direkt hapi parë trahton. Nuk e ka durimin ta mbësoj atë femrën, i thotë o zemër, po dëgjoj, po provoj një herë. Mos po marrim 2 litar, po marrim vetëm 1 litar. Hajde po e provoj me 1. Ndoshta më vonë po bëhen 2. A kupton? Edhe ti si që ke ato fantazit e tua, me derë, hap derë, mbyll derë, hap derë, mbyll derë, mashkulli varë aty, ashtu i kanë dhe meshkujt. Do me thënë, duhet me qenë eksperimentus edhe i dashuruar në vetë vetën të atë që bën ti me femrën të atë. Se për ndryshe trahton mashkulli, është problem. Ashtu është. Pastaj thonë femra pse më trahtoj, po trahtoj pra sepse je shumë e ngurt në vetë vetën të atë. Po, është... Gabimi nga njerë dhe të mashkulli është që nuk e shliron femrën, a kupton, bish. Me adhon atë ndjesi që edhe femra me qenë e lirë ndaj ati personit. Se femra ndoshta nga njëherë ka dhe ashtu tut, që ndoshta mos po thot ndo një gjo, se kështu se para gjykimet e një do më thonë mashkujve që shjanë, ka njëherë edhe femra të ngurohen edhe nuk e tregojnë talent. Është... E kështu që do të bashku dhe mja adhon atë mundësi me shliru femrën. Është shumë e vërtet dhe atë po them, një mashkull duhet të flasi shumë me një femër dhe duhet t'i tregoj që t'ja japi atë ngrotësin, t'ja japi ngrotësin edhe t'ja japi shumë
Durim, duhet durim. Me një femër që s'ka shumë eksperiencë, duhet t'japi shumë durim. Pastaj me një femër që është e zhvilluar në tru, a kupton? Unë nuk e di, po, unë po marr një shembull, ne të dy do ishim bërë copash. Copa. Pse po thurë? Nuk e Jo, di më kush do- qërë copa, prit të zo. Qërë copa. Copa në kuptim të fjalës që ti ke fantazin tate, unë kam fantazin tim. Po jo, ai nuk është cop. Bashkë ajo s'bot copa. Ej, copa vota që shkote e mësu se hupe. Do të vot copa. Po mirë, copash, do me thënë bjene do ishim për copash, se cili do kishte ato... Se Na ti do, dukesh- na do, kafshim për flokësh. Po, a kapemi për lesh? Ishim ka për lesh. Për lesh të kokës. Po të për flokësh. Bravo, ne themi të kapim për lesh koke. Shpres, je shumë gallat dhe mirë bon se the kam e të muc pa, kam qef me i muc njerëzit beqar. Ti mundesh me muc sa dush, po kujdese ngel ngosht. Valloj veç në gurë që nuk mes. Nuk me ta? Ja. I rëshket goshtës, ja? Oh. Ja. Bona vaj o lirë, veç rëshas. Me vaj u lirje, pas ka qef me vaj u lirje, shishi. Aj, zotim, a shef, avash, zbulojmë shpresën. Ja. A njerëz, vaj u lirje është i mirë për trupin, se të manë trupin në formë. Bravo. Ashtu. Bravo. Tani, vaj u lirje është edhe mirë për fytin, se i liron gjitha bakterjet. Apo shpres? Palla se di. Tani, njerëz, ju duhet me ndoni diçka, nuk ka gjë më të mirë se vaj u liri. Për trupin sidomos, masazh vaj u liri, Po, është shumë e mirë. ja, shpresa e din, ma vërteton, nuk e di, Asune nuk di, shumë gjana nuk di. s'ka që s'do i mësosh, pa merak. Shumë gjana nuk i di, shumë gjana më kanë kalu pa i mësu. Do i mësosh të qketi, ja, avash, me Terezin mësohet Po, çdo. jo, kom ku. Moshën e ke perfekt, fmiti pas ke boti, rujt zoti, Po, tani, edhe jo në rrit, është veç vetën jom të e këqyrë. a të keqen, rahat fare. Rahat, Apo- dhe. A ka më mirë s'ka. Jo, dhe veç, po thëmë zgatë të zëtë. Ti vetëm me i vaj u liri, ndori je oke, krym punë, qa është problemi? Pa ta vetë veç me vajollinë, mu argjuta të të. Ta gjohet pa merat, Sa ta fshej. marë fuqiu, di me fuqiu. O zëtë, me Po të ndikon. gjohet, do e marë në Greqi, se në Greqi me të vërtet bëjnë vaj u liri të mirë. Apo? Po për zotin, është e E vërtet. valla nuk përse- jo se kam provu asë një herë të Greqisë. Ama S'ka vjen një. problem. Ti si e 3, jo një. Ane. Se a një mund të gjohet shumë shpejt, Po kupton? mire ki, bile me pas rezervë. Bravo, u kuptum. Do me thonë, ti lej 3 fuqijat më laja, Po, ti kesh sa të kaloj unë, do me thonë të na bësh në i vezë aty. pa tjetër. Sa i poshtë. Qëre, unë, kjo folëm thot mu e poshtër, a i ty e po. Po dhe gjo se ti unë ta hedh ti ma pret. Po, kom që me pri qështëm. Ke qef me pritë? Po. Po bravo, A shprej di shumë. pse, veç me ditë se sa është e rondë. Sa është ronë, 102 kile e pëshojën. A mandot? Unë jam si ato vogat e vjetra që nuk duken fort, po të më honë shumë. Rok të shpis ti dukesh fort. Jo nuk duken fort, po dukesh fort. Ja. Zot deke, ku e... Vetëm për duke që... Pasha zotën, ky koka diçka koka se këtë fjallë të kam i nëzirë. A im konën e qështu, si im konë qështu? To kon shpresa ashtu, sot u bo shpresa kështu. Jo, am njeni ju mu që sa vetën qështu si im konë. Jo, mëre, ku e kon ti kështu, ti sot po ti nxjerr fjalët nga shpirti unë ty. Kërejt të shtu mi nëzirë, seriosisht, ja. Seriozisht, krejt janë zora. Po, A, vash se mos nxjerrim shumë sene, ti majmë nga vash avash gjona. ja, shumë sene, ja. Po, Bravo. bol, do sene bol. Qa dreqi. Po shpres, po ky djalë është vigjilent, po thojnë.
Vigjilent, po, e di, më respektojni, respektoj, rujt Zotit gjithë edhe ata nga ana jote, i rujt Zotit familjen edhe fëmijët, ja u pref Zotit sa më mbar, kush më dëgjon, se këta fëmijët janë shumë të mirë, u shkrin të qesh, shpresa si pula në vete, mishi si hapet, por e bën lëngun e mirë. I kam sa shok këtu, janë shumë të lezetshëm, o shpres, po dhe ti nuk qeke e pakët. Dhe dukesh që je shumë e egrë, në aspekt të fjalës të pozitivitetit. Em ka bo jeta shumë të egrë, bish. Bravo. Po ke një gërësirë me një gjë, me një stil gjarpri, a kupton? Rob të shpisti me të mështjel kështu me të kap të mytë. Ty s'duhet me të lonë me të mështjel me të kap me të mytë. Se me të kap ti, vështirë me dalë mo. Për që ta kom shumë qef mu afru njerëzë që janë ma të fështirë se one. Se seriozet me bëmi me kon ma të butë se one. Kuku. Është i problem se ti je shumë dominant, në pozitivitet. Ty të duhet një burë që është më dominant se ty. Po. Te ti rob të shpi se fut në nshale dhe se gjenë mo. E mytë kështu edhe, a i ke pa ato fermat me shalqin. Me shalqin, si thoni, bostan. Po, shalqin bostan. Mos të kuptojmë jo vlase, rob të shpis po. Me bostan i fusin. Dian, hej zemër. Halo, apo ma bjen në mbushin e telefonit se visës mu kanal. Në dhomë teme. Më falë. Kuku se më të ndalë telefoni problem. Ja, s'është problem, amo s'ka pse më munol kur I kemi... Jo, se prishta ashtu. Me të ndalë telefoni kena me më prish. S'bo me ndalë telefoni. Jo, kështu, pse veç të banë zira? Hajtë. Ta qa drejqë. O drejqë, s'ke qitë banë, o drejqë. U dukte kjo që në fillim o drejqë, pra na I shkujta. Ka mua vetë. Prit. Jo presën, s'ka me hik në asi vend. O zët. Kueja. Qka mbune? Pa qatë ka me të bohën ty prit. Kjo është vetëm për nëzefi o shpres. Rregull është. Je mirë, a gjithë pozicionin, se më duke sikur... Ja, mirë, diçka shpina kove në fundit po më dhem, po do disa... Ke nevoj për vaj u lirin. Disa jasti që jam tuj myqë të mas. Po, s'kan faj dhe jasti që të shkrecën me pas kurizin tatë për mas, rop të shpis. Atë bona unë jastik, rop të shpis, e di qa